Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, shkarkon shefat, ndihmësat dhe komandantët në Shtyp dhe Koçan për shkak të tragjedisë në diskotekën e Koçanit. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme janë shkarkuar udhëheqësi i sektorit të punëve të brendshme, ndihmës shefi i drejtorisë së punëve të brendshme, shefi i departamentit të policisë, shefi i departamentit të policisë kriminale, udhëheqësi i departamentit të punëve të brendshme në Koçan, komandanti i stacionit policor të jurisdiksionit të përgjithshëm në Koçan dhe udhëheqësi i zyrës së jashtme për çështje kriminale në Koçan. Shkaku bëzjarje në një diskotek, e cila pasoi me 59 viktima kryesisht të rinj. Më shumë se 200 nxënës të shkollave të mesme në orë të Maqedonisë së Veriut në sheshin e qytetit vendosën lule dhe ndezën qirin në nderim të viktimave të tragjedisë në Koçan. Nxënësit thanë se janë të tronditur dhe ndihen të zhgënjur nga institucionet që siç thanë nuk e kanë kryer punën e tyre sa duhet në 30 vitet e fundit. Nxënësit e orët mbajtën 10 minuta heshti në nderim të viktimave, ndërkohë në urën e drurit në Strugë shfaqur tabela me mesazhin "Ne të gjithë jemi fajtor për përqafimet e mënguara". Nga ana tjetër, 2 spitale të dializës në Strugë dhe Spitali i Përgjithshëm i qytetit organizuan aksion për mbledhjen e pajisjeve mjekësore për të ndihmuar spitalin 8 shtatorit në Shkup, ku janë ndështruar disa nga të lënduarit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria dhe Kosova miratojnë nivelin e 3 të tekstit mësimor për diasporën, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Ministri i Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë Ogerta Manastiliu dhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës Arberie Nagavsi nënshkruan marrëveshjen që synon të përfshijë grup moshat e klasave nga 7 deri të 9. Ky javë vijon punën e nisur miratimin e 2 niveleve të para të këtij teksti për grup moshat e klasave, nga klasa parë deri në klasën e 3 dhe nga klasa 4 deri në klasën e 6, duke konsoliduar më tej mësimin e gjuhës shqipe në diasporë. Kështu duke përmbyllur ciklin e arsimit fillor me abetaren dhe më tej edhe të arsimit mesëm të ulët, pra deri klasat e 9-ta. Për ne ky është një tjetër hap drejt mësimit të standardizuar të gjuhës shqipe përmes këtyre teksteve të cilat janë të unifikuara, të standardizuara. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës Arberie Nagavsi e cilësoi bashkëpunimin mes 2 ministrive vitet e fundit të jashtëzakonshëm. Pas finalizimit të abetares së përbashkët, tekst në të cilin mësojnë popullueshët tanë në të gjitha trojët shqiptare në Kosovë, në Shqipëri, në disa komuna të Maqedonisë së Veriut, disa shkolla, e po ashtu fëmijët tanë në Mirgat. Tashmë finalizuam edhe tekstin e tretë të gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, tekste me të cilat do të mësojnë fëmijët tanë gjithandej në Mirgat, nga klasa e parë deri në klasën e 9, duke kompletuar kështu gjithë nivelet e kurikulës për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Një tjetër ngjarje me rëndësi mes 2 ministrive është Olimpiada e përbashkët gjuha shqipe, e cila përfshin nxënësit e klasave të 9-ta të Shqipërisë dhe Kosovës. Së bashku me Kosovë, me ministren Arberie Nagavsin dhe gjithashtu ekipin e saj dhe ekipin e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, ne kemi marrë një vendim përpara takokës për të bërë për herë të parë Olimpiadën e përbashkët të gjuhës shqipe, Shqipëri-Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu inspektuan bazën aerore të Koçovës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, modernizimi i forcave aerore përfshirë dhe flotën e dronëve luftarak, të cilët tashmë shërbejnë dhe për misione civile, mbetet një prioritet kyç për sigurinë kombëtare. Ministri Vengu njohu kreun e qeverisë dhe meritjen e shkallës së teknologjisë ushtarake dhe blerjeve të reja që i shërbejnë forcave të armatosura. Qëndemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bomba drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatimet dhe të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka, nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Kryeministri inspektoi dhe dhoma strategjike dhe operacionale të bazës, ku informua për taktika dhe cilësinë e pajisjes bashkore, si kamerat termale, dronët dhe distanca e filmimit të tyre deri në 40 kilometra. Pika kufitare mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e turit të vizitës së emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, së bashku me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani. Për Sorensen është mbretëlënse të shohësh dhe të informohesh për pikat e përbashkëta të kalimit, duke shtuar se ato duhet të rifillojnë punën pa vonesa. Sorensen falenderoi dhe KFOR-in për mbështetjen logjistike. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.